Big Brother Kosova. Ajo është heroina e familjes son, rrëfimi i labinotit që preku zemrat në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku shurma e debatit dhe ritmi i lojës shpesh mbulojnë ndjenjat e vërteta, ka momente që i japin kuptim gjithçkaje. Momente që e nxjerrin njeriu përtej banorit, përtej lojtarit dhe përtej kamerave. Një nga këto momente ishte kur labinoti foli për nusen e tij me një qetësi dhe thellësi që rrallë shihet në një reality show. Ajo është heroina e familjes son, tha labinoti, pa ngritur zërin, por me një bindje që nuk kishte nevojë për theksim. Nuk ishte një fjalë e thënë për efekt, por një rrëfim i ardhur nga përvoja. Nga jeta reale dhe nga përgjegjësia që ai e di se e mban gruaja e tij çdo ditë mbi supe, labinoti foli për familjen jo si një koncept abstrakt, por si një realitet të gjallë, të ndërtuar me sakrificë. Ai tregoi se jashtë shtëpisë së Big Brotherit ekziston një botë tjetër, ku nusja e tij është shtylla kryesore, ajo që mban gjithçka në këmbë, që përkujdeset për fëmijën, që ruan qetësinë e shtëpisë dhe që e përballon mungesën e tij me forcë dhe dinjitet. Në një moment të ngarkuar emocionalisht, labinoti ju drejtua drejt për drejt asaj përmes kamerave, mos qaj. Ne jemi mirë. Ke të fala nga fëmia. Këto fjalë ishin të thjeshta, por jashtëzakonisht të forta. Ato nuk flisnin vetëm për mungesën fizike, por për lidhjen e padukshme që ekziston mes dy njerëzve që ndajnë jetë, përgjegjësi dhe dashuri. Ishte një përpjekje për ta qetësuar, për t'i treguar se ai e ndjen praninë e saj edhe nga larg dhe se familja, pavarësisht distancës, është e bashkuar. Labinoti foli edhe për mënyrën se si është familja e tyre, pa luks të tepruar, pa drama artificiale, por me vlera të forta. Ai e përshkroi familjen e tij si një vend ku respektohet fjala, ku dashuria nuk bërtet, por tregohet me durim, dhe ku përgjegjësia ndahet edhe kur njëri mungon. Në këtë përshkrim, nusja e tij del natyrshëm si figura qendrore, jo si viktim, por si forcë, si njëri që nuk ankohet, por vepron. Në shtëpi, banorët e tjerë e dëgjuan këtë rrëfim në heshtje. Për një çast, loja u ndal. Nuk kishte strategji, nuk kishte debate, nuk kishte palë. Kishte vetëm një burr që fliste për gruan e tij me respekt të thellë dhe mirënjohje të pastër. Dhe kjo e bëri momentin edhe më të vërtetë. Ky rrëfim ndryshoi edhe mënyrën se si publiku e sheh labinotin. Ai nuk u shfaq si njëri që kërkon simpati, por si dikush që e kupton peshën e përgjegjësisë dhe sakrificës familjare. Duke e quajtur nusën e tij heroina e familjes, ai i dha zë një realiteti që shpesh mbetet në hije, gratë që mbajnë familjen në këmbë. Pa zhurmë, pa kamera, pa duar trokitje, mesazhi i tij ishte i qartë. Big Brother është një përvojë personale, por familja është themeli. Loja mbaron, fama kalon, por ajo që mbetet janë njerëzit që na presin jashtë, ata që qajnë në heshtje, që shqetësohen dhe që vazhdojnë jetën me forcë edhe kur ne mungojmë. Në fund, fjalët e labinotit nuk ishin vetëm për nusën e tij. Ishin për çdo familje që jeton larg kamerave, për çdo grua që mban barën e përditshmërisë dhe për çdo fëmijë që pret prindin e tij të kthehet në shtëpi. Dhe ndoshta ky ishte momenti më i fortë i labinotit në Big Brother Kosova, jo një fitore loje, jo një debat i fituar, por një deklaratë dashurie dhe respekti që tregoi se forca e vërtetë nuk është zëri i lartë, por fjala e thënë me zemër.